Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Ndreu dhe dega e Partisë Demokratike kanë reaguar në lidhje me ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së shtunës në autostradën Mamura-Slaç, ku u dënua 53 vjeçari Sokol Toma. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ndreu shprehet se akte të tilla të dhunës dëmtojnë dhe ndotin shoqërinë tonë, duke thënë se i ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë që të bëjnë maksimumin për identifikimin e autorëve dhe vënien e tyre para drejtësisë. Aktet e shëmtuara të dhunës janë sinjale negative që dëmtojnë dhe ndotin shoqërinë tonë. Dënoj me forcë ngjarjen e rëndë të ndodhur ndaj një antari të komunitetit lezhian. Kushdo që e ka menduar, organizuar apo kryer këtë akt, duhet të di se ligji herët avon të gjen dhe të vendos përpara përgjegjësisë. Edhe më të papranueshme janë banalitetet mediatike dhe spekulimet për prerje veshi, të cilat vetëm se shtojnë ankthin dhe disinformojnë opinionin publik. I kam kërkuar drejtuesve vendor të policisë të bëjnë maksimumin për identifikimin e autorëve dhe vënien e tyre para drejtësisë sa më parë. Lezhë nuk mund dhe nuk do të pajtohet kurrë me dhunën, frikën dhe aktet kriminale që cënojnë sigurinë e qytetarëve tanë. Kushdo që përdor gjuhë të dhunshme duhet të ndalë dhe të reflektoj, pasi komuniteti lezhian nuk ka asnjë lidhje me sjelljet banale, presionin dhe dhunën që her pas here shfaqet, shkruan Ndreu. Edhe Partia Demokratike në postimin e saj në rrjetin social Facebook u kërkoi organeve ligjzbatuese zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Kjo ngjarje është rënditëse dhe e papranueshme për çdo shoqëri demokratike, ndërsa përbën një tjetër këmban alarmi për gjendjen e rëndë të rendit dhe sigurisë publike në Lezhë dhe të gjithë vendin. I kërkojmë policisë së shtetit, prokurorisë dhe të gjithë organeve ligjzbatuese që të veprojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, identifikimin e autorëve dhe vënien e tyre para drejtësisë. Çdo vonesë, heshtje apo tentativë për të relativizuar raste të tilla vetëm sa rrit mosbesimin e qytetarëve tek institucionet dhe inkurajon klimën e pandërshkueshmërisë, shkruan Partia Demokratike. Sokol Toma u dhunua nga persona ende të pa-identifikuar nga policia, teksa lëvizte nga Tirana në drejtim të Lezhës përgjatë autostradës Mamura-Smilot, pranë fshatit Sanxhak të Kurbinit.